Zotë Kastrati, çfarë duhet të bën konkretisht? E përmend 2 herë ministrën e drejtësisë që dje ka lëshuar një postim në Facebook, konkretisht institucionet e Kosovës, a duhet të janë monitoruese në procesin gjithësor që po ndodh me krijimin e institucioneve të reja, të parlamentit dhe qeverisë. Sepse këto po duken që janë shkelje qëllimshme dhe jo njerëzore, ta themi. Në aspektin praktik dhe ligjor, barra e përgjegjësisë në këtë drejtim i bjen Ministrisë Drejtësisë që të merret me këtë çështje në respektimin e procedurave dhe dinjitetit të personat të akuzuar në Hag, përfshi zotin Thaqin dhe të tjerët, dhe ishte ky reagim. Unë besoj që institucionet e Kosovës do të përcjellin këtë stat në mënyrë të vazhdueshme edhe sigurisht që do të kapen në drejtim dhe të angazhohen në drejtim të lehtësimit të procedurave edhe kërkesa për shpejtim të procesit gjyqësor për të përfunduar procesin gjyqësor edhe të shohim çka po vlerëson gjykata e Hagut në këtë drejtim. Shahet e para të reagimit, edhe pse ka pas reagime të mëhershme, veç janë po. Tash shohmi institucionet e reja që janë në proces të formimit se si do të reflektohet më të tje. A duket që është pritur, është duke momentume politike në këtë, për faktin që edhe të vizita që ishte në QKK, presidenti Thaçi, ishte një vizit disi që një farforme edhe sëllën, po edhe jasënguan të drejtën maksimum, por edhe lejuan një farforme të përshëndetet me mos që kishin dalër. Si e sheni këtu lëvizje? Pra po thamë, syrist nuk më lejohet paragjykoj çështje të caktuara, qoftë politike, qoftë tjera, sepse edhe nuk i di në fakt në atë aspektin s'kam njohuri në atë si është aranzhu vizita mia, po në rastet e tilla një personi të caktuar kur i lejohet vizita, sikur zoti Thaçi, i lejohet me disa kufizime për ta kryer misione për çka është leju vizita. Do thotë vizita e liri është leju zoti Thaçi që të qëndron me prindin e tij sa kom pa diku rreth 3 orë ka qëndru, por lëvizjet tjera jashtë ambientit të ordinancës ku ka qenë i shtrirë prindi zoti Thaçi, sigurisht se është desh të jenë pjesë të kufizimit të kontaktit të zotit Thaçi me të tjerët për shkak sepse është në një proces gjyqësor ku i lejohen vetëm vizitat e rregullta në ambientet e gjykatës së Hagos sipas rregullores mbrëmshme që ka gjykata e Hagos, burgu i gjykatës së Hagos, por jo edhe tjetë i lihen në procesin përshëndetjes apo edhe me dal me nejt me publik pjesë tjetër, nga se deshte do të respektojmë disa rregullat procesit gjyqësor, cilat aktualisht janë duke vazhdu, ani pse për neve janë të jetë pa drejta dhe për mua janë të jetë pa drejta, sepse ne besojmë, edhe vetë prezoj personalisht dhe me tani shakon vrejt duke përcjell situatën e gjykimit në Hag, se pafajësia zotit Thaçi me shokët e tij është duke shkuar në proces shumë të mirë. Shohmi te ka fundi si po rezultat më të tjerë.